Bashkëbisedoj sot në minutat në vazhdim për shumë e shumë gjëra, por do të ndalim edhe tek librat e tij dhe jo vetëm. Zotri Lumni, mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën, kam kënaqësinë që të jem mysafir në studion tuaj. Faleminderit edhe një herë për kohën. Gjithsesi do doja të kthehesha mbrapa pak në kohë për të kuptuar më mirë arsyeën tuaj të largimit nga Kosova, siç dihet shumë nga bashkëdhetarët tonë kanë lënë Kosovën për një arsye, qoftë ajo për një jetë më të mirë, qoftë nga situata të ndryshme të cilat kanë mbretëruar Kosovë dhe jo vetëm. Juve tashmë janë bërë më shumë se 30 vite që jeni jashtë Kosovës. Po ishin vitet e 90-ta kur regjimi serb kishte shtruar, mund të them kështu, atë pushtimin total të Kosovës dhe filloi përndjekja e intelektualëve, e arsimtarëve, dhe si arsimtari gjuhës shqipe që isha në shënjestër gjithashtu. Dhe mora rrugën e Kurbetit, natyrisht jo me dëshirë, por dole atje në Kurbet, në një botë krejtësisht tjetër, në një ambient tjetër, më thënë, pa e njohur gjuhën, pa e njohur vendin, pa e njohur njerëz, ishte krejtësisht një fillim i ri, një jetë e vështirë, një dhimbje e madhe larg atë dheut. Si u gjendët në ato momente? Duke marrë parasysh që tani ju vetë se keni gjetë vetën, keni vazhduar të merreni me ato që dëshironi, por gjithsesi ato fillimet kanë qenë të jashtëzakonshme, po besoj. Çdo fillim është i vështirë dhe posaçërisht në Kurbet, në dheut të huaj, jeta është e vështirë, sepse njeriu kur del atje, po themon shumica, nuk e njohin gjuhën e cila flitet varësisht nga në cilin shtet atje, dhe duhet të mësohet gjuha së pari, pastaj duhet kërkuar punë e që nuk është e kollajshme hiç, as mësimi i gjuhës, por as gjetja një punë, po themon që pak a shumë mund të përshtatet ose që mund të ndërlidhet me profesion. Dhe unë pa ta filluar të punoj atje dhe që është interesuar së pari që të bëj diçka për të gjithë ata nxënës shqiptar që ishin atje dhe pa ta, me ndihmën e bashkëdhetarëve të shumt atje, pa ta hapur shkollën shqipe, që me 1998 për herë të parë në qytetin ku jetoj në Straubing aty. Dhe kam qenë mësues i mësimit plotësues në gjuhën shqipe në Straubing aty. Aty ke filluar një farë mënyre edhe të bësh apo të vazhdosh me atë se çfarë ke bërë edhe në Kosovë. Po, ajo ishte pranë rinisë tonë. Po, gjithsesi, ajo ishte nëse mund të them kështu, ishte një vazhdimsi e punës ime si arsimtar që isha këtu në Kosovë, edhe atje, sepse gjithë ata shqiptarë që janë në Kurbet, atje janë ata ballafaqohen me një gjuhë, me një kulturë krejt tjetër nga që ne e kemi. Dhe ne, shqiptarët që janë atje, duhet të ruajnë traditën, gjuhën, kulturën, doket dhe zakonet, dhe për t'i ruajtur ato, mënyra më e mirë dhe më e duhur është shkolla shqipe. Si u pritën? Patjetër që u prit me entuziazëm dhe me kënaqësi nga prindërit dhe nxënësit. Edhe me interes, po besoj, gjithsesi. Prindërit shqiptar, kudo që janë në përbot, s'ka rëndësi afër apo larg, gjithsesi janë munduar gjithmonë ta ruajnë gjuhën shqipe dhe t'ua mësojnë edhe fëmijëve tyre pa marrë parasysh se lindja atyre ka ndodhur në një vend komplet të huaj. Vetmja mënyrë për ta ruajtur gjuhën është shkolla. Sa do që ai mësim plotësues, kështu quhet atje, është vetëm një herë në javë nga 2 orë. Mirë, po nuk do të thotë ajo se për ato 2 orë ata do të bëhen, si të them, do të mësojnë perfekt ose do të arrijnë ku me ditë se çka. Mirë, po qëllimi është edhe i bashkimit të
nxënësve shqiptar aty bashk, edhe që të flasin shqip, që të jenë në kontakt, që të jenë në kontakt me bashkëmoshatarët e tyre, me bashkëkombasit e tyre dhe të komunikojnë shqip, të shkëmbejnë mendimet të ndryshme lidhur me atë dhënë, me Kosovën, me Shqipërinë, me trojet etnike e kështu me radhë, dhe që ta fitojnë një bazament, si të them unë, dhe pastaj edhe në shtëpi janë të interesuar pastaj që të shohin programet në gjuhën shqipe dhe përmes këtyre rrjeteve sociale, po them unë që janë të shumta dhe të bollshme tani që të komunikojnë me familjarët e tyre në atë dhë. Po kthehemi tek veprimtaria juaj, në këtë rast po ndërlidhemi me librat që keni shkruar. Po, unë merrem me poezi dhe shkruaj poezin nga se dikuj mund të interesoj sepse shkruaj poezi. Poezi shkruaj nga se përpiqem që të përmes vargut poetik, përmes gjuhës së poezisë të prek shpirtin e lexuesit. Do të thënë, për ata që njeriu me një bisedë të zakonshme nuk arrin, poezia arrin në çdo, si të them, në çdo skut, në çdo sirtar të shpirtit të lexuesit, është fjale poetike, gjuha e poezisë, e cila arrin të depërtoj kudo. Dhe përmes poezisë, unë përpiqem që ta shpreh atë botën time të brendshme dhe në mënyrën më të mirë dhe më të bukur ato ndjenja të qiltëra shpirtërore të shfaq dhe të derdh në letrën e bardhë përmes fjalës së bukur shqipe poetike. I kemi 2 libra të botuar tashmë dhe të tretin e kemi Rrugës. Libri I parë është Mall dhe dashuri larg Arbrije, botuar me 2020. Pastaj libri I fundit është Dritlotët e shpirtit, I botuar vitin që lëm pas, dhe librin tjetër që e kam në dërshkrim, pothuaj se ai do të dalë edhe pak, do të dalë në dritë, domethënë do të botohet. Shpresoj që të jetë I gatshëm që të dalë nga shtëpia botuese në fillim gusht të këtij viti. Po e nisim me të parin, me qenë se paska të bëj shumë pikrisht me këtë dashninë për atë dheun, dëshirën e flakt, po themi ndoshta për të qenë këtu. Faleminderit. Unë nga libri I parë, për lexuesit tuaj të nderuar, do lexoj një poezi. E kam shkruar, I ka 2 pjesë poezia. Më thënë, pjesën e parë kam shkruar në dialektin geg dhe pjesën e dytë në gjuhën e sotme shqipe, përkatësisht gjuhën letrare. Dhe më thënë, kur nisem nga veriu që ti përshkruaj disa vende historike shqiptare, ku është ajo pjesa e gegnisë që quajon, dhe kur arrit e lumi shkumbin aty, fillojnë në gjuhën letrare. Më lejoni t'ua lexoj. Lutem. E kam titulluar Shqipnis. Moj Shqipni, ti kjef shbekue, në lotën mall, so her jam ra, syt e mi mu patën qërrue, gjysëm shekulli kur pat po. Se të patën da me tele e gjemba, e coptuat kanë si ashtë mazi, po sa t'jem gjallë së ndojnë nga zemra, të kam më të madhen dashuni. Sa herë ta kujtoj atë shkret kufi, që mu në zemër ta patën vënue, sal me unda 2 copash ajdri, e vlo me vlo, mos me u bashkue. Më patë marrë mali për të bukurën Shkodër, me rozofën e moq me gur mbi gur, e buzë liqenit kam kryq në votër, me jamar kangës për flamur. Dua me dalë pak derin tropoj, për me shijue atë mrekulli,
ku Shqiponia vetë banroj në breg të Valbonës në bjesht e në vri. Dua me e po edhe atë lesht bekuame ku ken mbledh burrat në atë kuvend me besa bes me armë prarome në plisat bardh si bura në shkelzen. E me unë gjitë nalt në atë kalon kruj, ku Gjergji i madh luftën e nisi, kundër sultanëve pushtuesve të huaj, nomin janë djeu Londra e Parisi. Dua të shkoj gjerë të Shkumbini për t'i përcjellur një porosi të një djaloshi në Gallopje Drini që molli e dogji për Shqipëri. Më dogji molli për Gjirokastër, për Elbasan e Frashërt për Metit, për Fushë të Myzeqes e Mallakastër, për Tiranë e Korçë të Alfabetit, e për Dyrahun e vjetën breg të detit, ku mbretëreshat e ut ishte në fron, dhe butrimtin e antikitetit e sarandën e bukur të detit janë. Të lashtin berat me atë kalat e bregu, që të mahnit me plot bukuri, vlorën e qemalit dhe të Isa Begut, ku kurorin ngretën nënës Shqipëri. Faleminderit. Jashtëzakonshme, faleminderit shumë. Dhe pas ke prekur gjitha, pas ke shkuar Shqipnis, prej kokës deri te këmbët. Faleminderit. Po. Nuk është kjo e vetmja që ti ke kushtuar poezi, ka edhe... Më thonë, kjo është një nga poezit për Shqipërinë, unë kam edhe poezi tjera për Shqipërinë, kam poezi për Adleun, për viset shqiptare, kudo që nga Ulqini, nga Presheva, nga Qamëria, pastaj Shkupit të Tova, e kështu me radhë, dhe më thonë, Kosova e Shqipëria po, sepse duke ne kemi nevoj për atë dhe dashuri dhe atë dheun duhet dhe më thënë njeriu duhet këtë ndjenja atë dhe dashurie, duhet të bëj shumë për atë dhe, të punoj, të veproj për atë sa ka mundësi dhe ne të gjithë atë dheu t'i kemi bërq sa t'jemi gjallë. Shumë e vërtet. Ndërsa gjitha poezit në këtë libër janë kushtuar atë dhe dashuris në përgjithësi, apo ka edhe të tjera të cilat... Ka edhe motive tjera, kam poezi me motive dashurie gjithashtu, që dashuria që është një vlerë sublime, një ndjenjë hyjnore, është një vlerë universale kudo në botë, dhe poezisi kanë shkruar gjithandej që nga kohrat e vjetra edhe poetët shqiptarë gjithashtu i kanë shkruar edhe poetët e rilindjes, i kanë shkruar dashurisë dhe edhe poetët tjerë, dhe më thënë botërori kanë shkruar dashurisë dhe për dashurit dhe të shkruat kur do herë dhe çdo herë. Ndërsa, te ky libri tjetër, çfarë janë poezit të cilat e karakterizojnë librin e dytë? Edhe njëherë... Çfarë janë poezit të cilat e karakterizojnë librin e dytë? Keni fjallën për motivin apo lloji i poezive? Më thënë, pjesa e parë janë poezit me motiv atë dashurie, poezi patriotike, pastaj kam poezi me, si që thash, me poezi dashurie, por edhe poezi me tema të ndryshme sociale, dhe më thënë ku unë përpiqem të pikas më thënë disa dukuri ose fenomene që janë negative, po them une, ose që janë, si them, që janë të dëmshme për kombin tonë. Kam pastaj poezi edhe për gjuhën shqipe, kam poezi për gjuhën shqipe dhe çfarë dua të them këtu, çfarë dua të veçoj kur është fjala të gjuhës shqipe, sepse kohëve të fundit ne kemi gjithandej plot media, televizione, kemi platforma të ndryshme digjitale, mirë po gjuha shqipe, mendoj unë, domethënë nuk e ka atë vendin e duhur dhe të merituar dhe se pak a shumë po nuk po përfilet qoftë drejt shkrimi, qoftë norma standarde,
nëpër media dhe gjuha jonë është gjuhë e bukur dhe media duhet të kenë kujdes që ta përdorin gjuhën shqipe ashtu siç duhet sipas normave dhe standardeve. Të pengon, po të iriton, po të mërzit një lloj përdorimi tjetër i gjuhës ose një gjuhë, po themi ndoshta më shumë e rrugëve që po përdoret? Natyrisht, edhe ajo pengon gjithsesi e dëmton, po themon gjuhën, pastaj ne jemi tani, si të them, jetojmë në një botë ku, domethënë bota është bërë e vogël nga se komunikimi është bërë në kohë në mënyrë të drejtë për drejtë, ne mund të flasim dhe të komunikojmë me të gjitha skajt e botës sot dhe mbizotron gjuha angleze për shembull, pastaj unë dëgjoj shumë të zonë fjala support, ne s'kem nevojë të themi support, por ne kemi nevojë që të themi ndihmë ose mbështetje, ne s'kemi nevojë të themi investigim, por hetuesi ose kështu, ne kemi fjalët tona të bukura dhe përse ti s'ka nevojë të marrim këto larg asaj, anglishtja është një gjuhë e bukur padyshim, por ne kemi gjuhën tonë. Pastaj ka edhe fjalë nga gjermanishtja që përdoren që unë tani nuk dua t'i them këtu, dhe se secila gjuhë ka fjalë të huaja gjithsesi, mirë po ato fjalët e huaja që janë mbetur në gjuhën tonë, ato tani më edhe ju kanë përshtatur strukturës fonetike, leksikore dhe gramatikore dhe janë bërë pjesë e fundit leksikor gjuhës shqipe. Domethënë ato duhet përdoren, sepse edhe anglishtja ka fjalë të huaja. Po e marr si gjuhë botërore. Po kthehemi dhe po diskutojmë pak librin e dytë ndoshta, edhe na tregon se deri në këtë pikë të gjitha inspirimet apo këto dëshirat për të shkruajt, jo vetëm atë dheut, por dashurisë dhe gjitha ato që përmendëm pak më herët, po besoj që ka edhe pjesë personale sa i përket shkrimeve në libër. Unë para se të kalojmë atje, unë po kërkoj një poezi dashurie. Të lutem, me knatësinë më të madhe e ndëgjojmë. Një poezi dashurie. Dashuris me shkruajt është gjithmonë bukur. Më vjen keq se më duhet ndoshta pak kërkoj ndjes për derisa ta gjej një. Pa problem. Të merr shumë kohë derisa të shkruash një poezi? Është e momentit, inspirimi kur vije? Apo i kushton një kohë të veçantë zakonisht? Poeti kur nuk e di se kur do të shkruaj një poezi, sepse ai frymëzimi vjen vetvetiu, domethënë vjen jashtë vullnetit, po them të poetit, ai vjen atëherë kur do ai, domethënë kur vjen. Vjen kur vjen edhe atëherë kur vjen duhet të kesh gati një laps, një letër edhe normalisht të shkruash gjitha ato që janë aty të momentit. E gjeta këtu një poezi, është me motiv dashurie dhe titullohet Mos gjetësha shërim. Në një lulishte një trëndafil ngjyrë roz, këputa tinëzisht, për ta dhuruar o vasha ime. Por më zuri zonja mimoz dhe më mallkoi tmerrsisht. I thash, e këputa për të dashurën, nga se e dua marrëzisht. Më tha, more djallë, që qenë kësë murë nga sevdaja. O bo thash me vete, për një lule që këputa u bë hataja, dë më zë belaja. He kur më sushërëfsh, më tha, o qunë nga dashuria. I laq mës dalt më tha, për këtë trëndafil të vjedhur të dënoft Perëndia, e mos dal shkur nga sevdaja e lumturia. Që stepa e nga habia, se që mu të razuan mendet e mia, mallkimi më doli si bekim, për një qast, dënimi më doli si urim, dhe thash me vete, mos gjetësha kur shërim. Jashtëzakonisht shumë e bukur, të falenderoj shumë që ndajte me ne. Dhe përmende që disa herë që i shkruan shumë dashurisë. Po. Vije natyrshëm? Po, gjithsesi. Mirë shumë. Gjana personale ka brenda librit? Po,
në çdo poezi, po them në çdo poezi që shkruaj është një pjesë e shpirtit aty pa dyshim. Edhe të dashuria? Edhe të dashuria, mirë po të dashuria mund të ketë diçka personale, po jo me dojmos, sepse unë për shembull i shkruaj Vashës nga Ulqini, i shkruaj asaj nga Llopi, asaj tjetrës nga Tirana, pastaj nga Presheva, e nga Tetova, gjithandej bukurive shqiptare. Juve ju ka përballë jeta edhe me një situatë që ndoshta asnjë prind nuk do doni të përballeshin, apo jo? Se jeta nga njëherë din të godas keq dhe pa mëshirë bash aty ku më së shumë t'i dhem. Tani me 22 korrik bëhen 3 vjet kur iku për në botën më tonë, djali im i dashur vetoni. Tri vjet bëhen tani në korrik, por për mua janë si 3 muaj, si 3 javë, si 3 orë, apo si 300 vjet. Është krejt njësoj. Humbja e djalit apo e fëmijës për prindin është tragedia më e madhe që njeriut në botë mund të ndodhë. Mirë po jeta të merë me vete me valet dhe me dolgët e saja dhe disi jeta vazhdon tutje. Unë kam një poezi këtu, një elegji po them për djalin tim, të cilën e kam shkruar pas një ëndre që kisha parë. Më lejoni që t'ua lexoj. Ke parë një ëndër fillimisht? Po. Në lidhje me poezin? Kam parë ëndër djalin tim, që tani më nuk është në jetë. Poezia titullohet si yll më ndriçon nga bota më tonë. O engjëlli im, bujashke zemrës ime, koha ikën shpejt, molli për ty shtohet. Më falni se unë nisa kërkoj ndjes nga dëgjuesit tuaj të nderuar, se unë mendje pata një poezi tjetër dhe fillohet lexoj një tjetër. Pa problem. Kërkoj ndjes. Pa problem, lutem. Poezia titullohet Ishte veç se një ëndër e bukur. Po. Kaluan ditët e javët, u bën ca muaj, që kur more rrugën për në amshim, nga dhimbja sa bjeshka, qaj dhe vuaj, molli për ty më mbyt, o engjëlli im. Unë ngutën zitove për në botën më tonë, së deshe të derdhje lët tek varri për mua, shurja jote o birë edhe lisin e thonë, që më duhet jeta pa ty, val as më thua. Më the se pas se cilës kohë të vështirë, lindi dielli dhe pa tjetër do të bëhet mirë, por mortja e mallkuar dhe e pështirë, të këputi në lullet të rinis pa mëshirë. Me afsh më përqafove me plot dashuri, të shtrëngova fort dhe ndjeva trupin tënd, shpatullat e gjera dhe syrin rrësht të zi, i bukur i qeshur, shtat lart e hierand. Po kur hapa syt, kisha qenë në gjumë, dhe se tëra ishte veç një ëndër e bukur, përveç lotëve të mi që derdheshin si lumë, me zemër të plagosur dhe shpirt të këputur. Faleminderit. Faleminderit juve. Nëse s'është shumë, a guxoj t'ju a kërkoj edhe atë që e nisët më herët? Poezin paraprake që e nisët më herët?
Edhe ajo është elegji, po ka të bëj edhe ajo pikrisht ka të bëj. Si yll më ndriçon nga bota më tanë. O engjëlli im, bujashke zemrës sime. Koha ikën shpejt, molli për t'ju shtohet. Për qafimet tua më ngelen veç në kujtime, nga dhimbja o birë, zemra po më coptohet. Lule të hodha sipri, aty ku presh I qetë, por të ishe vetë më e bukura lule në botë, të njom të këputi përëndia vetë, shpirti më është përmbysur, I mbytur në lotë. Kur dimri me acar të niset rebelohet, e ti do të kesh të ftoht në të bardhën stin, babaj të vjen pran të merë në gji e mbulohet, bashkë me ty o birë, që ty të mos mërdhin. Në prillin e luleve, në muaj të lumturis, kur je lindur, sa që është gëzuar, të më jep shumë forcë I lutem Perëndis, dhimbje e mall për ty, për ti përballuar. Kur gushti me vap verës të përcëllon, unë vita fladis ballin me lotët e mi, o djallë bukur im, o I dashurive tanë, të mbaj thellë në shpirt, deri në përjetësi. Se një ditë pa tjetër të këtit do të vion, kjo do të ndodhë vërtet dhe nuk ka dyshim, por kam pa kryer akoma dhe ca punë, do të trëmbejet hidhem prap në përqafim. Nëse nuk të vi shpesh, më falo biri im, në atë tokë të shtrejt që në gjitë mban, se jam larg nga ju në këtë mirë mërgim, e ti më ndriçon si yll nga bota më tonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Si e kujton? Dhe sa është tani e vështirë për t'i lexu, por edhe për t'i shkruajt birit të ndjerë. Tash, janë kujtimet ato me të cilat unë mbaj kudo që jam e mbaj me vete, në çdo qelizë të shpirtit tim, të trupit tim, natën ditën, kudo që ndodhem, ajo është me mua. Dhe unë përpiqem që ta mbaj gjallë përmes vargut poetik dhe të komunikoj me të përmes fjalës, edhe pse është e dhimbshme, por megjithatë është një formë dhe një mënyrë e komunikimit me djalin tim. Është shumë e vështirë dhe ndoshta edhe pothuajse e pa imagjinueshme për gjithë ata që ndoshta nuk se kanë qenë në pozitë të tillë, por gjithsesi si do doja ta kujtonin djalin tonë të tjerë të cilët ndoshta e kanë njohur, edhe çfarë do t'ju thoje gjithë atyre prindërve në një farë mënyrë që mund të kenë qenë në situata të tilla. Ato gjërat që domethënë e kaluara, sado e hidhur që tjetë, sado e tragjike që tjetë, ajo prapa nuk kthehet. Domethënë ne jemi të pafuqishëm dhe nuk arrijmë, dhe ne shqiptarët dhe unë domethënë shqiptarët ne kemi, si të them, I kemi provuar pothuajse të gjitha llojet e dhimbjeve. Por e kaluara nuk kthehet dhe ne nuk e ndryshojmë dot, prandaj duhet ecur përpara. Natyrisht duke I kujtuar të dashurit tonë gjithsesi, në çdo herë, në çdo moment. Por jeta vazhdon. Mirë. Po I rikthehemi edhe librit të tretë, I cili veç se është në përpunim e sipër, është I ngjajshëm me këta të dy të parët apo çfarë them? Ka poezi edhe aty, ka poezi me, domethënë, me motivin nga kurbeti,
Ka poezi gjithashtu, poezi dashurie, po edhe tema sociale të ndryshme. U kam kushtuar poezi edhe herojve tanë që nga Skënderbeu e këndej, jo vetëm Skënderbeu, po ta zëmë edhe për Teutën e për Agronin e, sepse kjo liri që kemi ne sot, e ka pas çmimin e vet. Dhe të gjitha ata burra, të gjitha ata bij dhe bija të kombit tonë që u flejuan për liri, ata janë dritë, lirie dhe pavarësie. Ne u kemi bërgj atyne çdo herë, gjithherë. Dhe artistët duhet që t'i mbajnë ata gjallë përmes vepra të tyre artistike. Por sidoqoftë, sado që t'jetë një poezi e bukur dhe ne poeti nuk arrin që ta përshkruajmë madhështinë e Adem Jasharit, ta zëm komandantit legjendar, apo të Zahir Pajazitit, megjithatë ata mbesin më të mëdhenj se sa ato vargje apo vepra arte që ne mund t'i bëjmë. Domethënë sepse madhështia e tyre është e pakapshme, është e paimagjinueshme. Jemi te minutat e fundit, unë do doja shumë di se sa vlerësohen libra të tillë dhe a ka pasur përkraje gjatë këtyre viteve të votimit në këtë rast për artistë, sikur jo. Që biseduam në fillim për shkollën shqipe. Poezitë e mia recitohen në për shkollat shqipe atje në Gjermani dhe në për festa të ndryshme, pastaj janë mbajtur orë poetike ku kam qenë i ftuar si poet dhe bile kanë përgatitur edhe copëza skeqe kështu themone humoristike me vargjet e poezive të mia. Domethënë recitohen gjithandej dhe lexuesit i kërkojnë ato, mi kërkojnë përmes rrjeteve sociale, pastaj unë i shpërndaj me postë e kështu me radhë. Kur të kejet parasysh se kohëve të fundit po lexohet shumë pak nga se e kanë bërë vetën këto platformat politike, poetike, më falni. Platformat digjitale. Domethënë e kanë bërë të vetën dhe kur të ketë parasysh ajo, prap po them se është deri diku, unë jam i kënaqur sepse interesimi për libra është i madh. Pastaj janë edhe të përkthyer në disa poezit mia të përkthyer në italisht dhe në rumanisht. Si ka ardhur deri te kjo pikë për të përkthyer në Angela Costa është një artiste e shquart, me që ju thatë unë do e përshëndes tani, ajo i ka përzgjedhur disa poezi dhe i ka përkthyer në italisht. Pastaj është një studius i shquar, një studius i mirë i gjuhës shqipe, domethënë i letërsisë, i letrave, Baki Meri, edhe ai ka përkthyer në rumanisht. Jemi tek minuta e fundit, këtë përfundon do doja një këshill, një mesazh nga ana juaj në këtë rast drejtuar të gjithëve që po na shohin. Unë kam sa për fund, ndoshta nëse nuk bëhet tepër, kam një poezi që e kam titulluar Kur të deh liria. Kur të deh liria, se unë mendoj që nga një herë kjo liri na ka dehur paksa dhe... Është të tepërt, a? Po. Vetëm një moment vogël ju lutem. Po e përmbyllim kështu atëherë me poezinë për fund. Kur të deh liria, qoft me meze, qoft pa meze, po të zuri o me krakia, të duket flak dynjane ndeze nga mendje e madhe dhe nga trimëria. Po të zuri vere e kuqe, dalën nga dal bëhe shtap, të duket vetja si mbret në koltuqe, në acar dimri të duket vap. Po piu raki lepurve shgjati, i mbushet mendja se u bë luan, vetit hallin s'ja dinin grati, edhe ujkut i lyp me i dan. Mollët e tharta i hanë fëmia, ndërsa të mëdhenjeve umpihen dhëmbët, kur s'mendon robi me mend të tia, e lan me shpin ja din këmbët. Nuk është asgjë të zë rakia,
dhe as e rrushit e kuqja ver, e zez dita kur të deh liria, përdhus krejt vlerat zhubros nder. Kur nuk harrohen kohrat e vështira, të natës së ert 100 vjeqare, zilia e smira këto vese të pështira, mës paqin vend në trojet shqiptare. Ju faleminderit. Amen. E kjo let jetë vargjet e kësaj poezi, let besin edhe si mesazh, let shërbejnë edhe si mesazh për dëgjuesit tuaj të nderuar, të cilët i përshëndes për zemërsisht. Ne ju përshëndesim juve dhe faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi që të jem mysafiri juaj këtu, ju dëshiroj suksese në vazhdim. Gjithashtu. Miqtë mi të dashur, kaq patëm sa i përket